Linda Rei ka bërë një deklaratë të fortë pas largimit nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, duke hedhur dritë mbi disa prapaskena që sipas saj ndikuan drejt për drejt në vendimin për t'u larguar nga formati. E ftuar në një studio televizive, Linda tregoi se në kontratën e nënshkruar me produksionin ishte parashikuar që pagesat t'i kalonin çdo javë, por kjo gjë nuk ka ndodhur. Ajo zbuloi se kishte gjetur një mënyrë për të komunikuar fshehurazi me njerëzit e saj jashtë shtëpisë përmes një kodi të lidhur me stilisten. Unë është dakord me stilisten që ajo të lidhej me personin që menaxhon llogarinë time bankare. Nëse lekët nuk kishin kaluar, ajo do më sillte fustanin. Kështu e kuptova që pagesat nuk po bëheshin, u shpreh Linda. Situata sipas saj ishte bërë padurueshme. Lekët s'mi kishin dhënë. Unë po vdisja aty brenda pa bukë, pa gjumë. Nuk ja vlente më. Mirë që nuk më paguan, por më kanë vjedhur edhe extensionat, tha ajo. Largimi i Lindës nga shtëpia e Big Brother ndodhi pas një debati të hapur gjatë spektaklit Prime, ku ajo shprehu pakënaqësi të forta për mënyrën se si produksioni kishte trajtuar gjendjen e saj shëndetësore, konkretisht diabetin, duke theksuar se nuk ishte mirë mbrojtur dhe e kuptuar. Pas daljes nga shtëpia, transgjenorja Linda Rei reagoi edhe në rrjetet sociale duke publikuar një sër videosh në Instagram ku akuzonte hapur produksionin për trajtimin e saj gjatë qëndrimit në reality show. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.